Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesat e paraqitura nga ish-presidenti Ilir Meta duke mos lejuar transmetimin live të seancave gjyqësore dhe as nxjerrjen e tij nga ambienti i sigurisë brenda sallës së gjyqit. Sipas vendimit të gjykatës, transmetimi drejt për drejt i seancave do të cënonte standardet e procesit gjyqësor dhe cilësinë e gjykimit, ndërsa kërkesa për ndryshimin e kushteve të qëndrimit në sallë nuk është pranuar. Gjykata ka pranuar vetëm një pjesë të kërkesave, duke i dhënë të drejtë palës mbrojtëse për akses në provat elektronike të dosjes. Në seancën gjyqësore, e cila shënon nisjen e procesit ndaj Ilir Metës dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kuremadi, palët mbrojtëse kanë insistuar në nevojën për transparencë më të madhe për fshirjen dhe transmetimin e seancave, duke argumentuar rëndësinë e opinionit publik. Nga ana e saj, Monika Kuremadi ka deklaruar se interesi publik duhet të jetë pjesë e rëndësishme e procesit, duke komentuar edhe mënyrën e arrestimit të Metës dhe reagimet publike që kanë shoqëruar çështje të mëparshme. Meta dhe Kuremadi po gjykohen për akuzaj që përfshin korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, ndërsa procesi do të vijojë me procedurë të zakonshme. Ndërkohë, 3 pandehur të tjerë në të njëjtën dosje janë veçuar për të gjykuar me procedurë të shkurtuar.